Lavdi dhe falendërimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Allahu xhaleshanuhu në surën Yusuf thot: Innehu men yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Pra këtu flitet kur Hazreti Jusufi u drejtohet vëllezërve të vet, thot ai që ruhet nga gjunahet dhe bën durim në sprovat e Allahut xhaleshanuhu, Allahu atë është problem, ai kur nuk i humb shpërblimin njerëzve të cilët punojnë. Pra Allahu xhaleshanuhu në këtë botë neve në ka kriju në botën e sprovës. Në këtë botë Allahu xhaleshanuhu na sprovon neve se kush prej neve do t'jetë prej atyre që bën vepra më të mira. Edhe në bazë të asaj Allahu xhaleshanuhu pastaj do t'na jep shpërblimet neve. Shumë bukur e tregon një dietar një rast thot që ka ndodhur me shokun tim, ku Allahu xhaleshanuhu ata person e sprovoi, por ai nuk ra në ndikimin e shejtanit. Thot ishte një vëlla i cili punonte me një punë në administrat. Por fëmijë kishte shumë, 5-6 fëmijë kishte, harximet e mëdhaja, edhe ai detirohej që të punojë edhe pas dite, pas orarit. Kështu që punën e ditë e kishte me një hotel. Në atë hotel, në recepcion punonte, ata e kanë pas se kjo është shumë i devotshëm, edhe një ditë për ditëve kërkojnë për këtij që ki ta merr një detyrë pak më ndryshe, grupet e turistëve që vijnë t'i dërgojnë në për restorane edhe në për dyqane, por t'i dërgoj edhe t'i shoqëroj edhe në për vendet e pista të fliqura, në për disko, në për vendet ndryshme. Ki, thot, ishte 50 vjeçar dhe e kishtë parasysh se Allahu xhaleshanuhu këtë botë e ka kriju me sprova. Edhe ki u tha, unë, se i përket asaj që të liqojnë në për restorane, edhe në për treg, nuk është problem, mund të bëjnë një gjë të tillë. Dhe sa këtë që thoni në për vende të fliqura, unë nuk e bëjnë një gjë të tillë. Ato atëherë i thonë ti atëherë do të dalësh për punë. A ki normal, thot unë e di, e kom njoftë atë person shumë mirë, a i thot është provu, sepse kishe shumë fëmijë, sigur me i lëshu vaj të nxehur mbi kokë. Ashtu më thonë rand e ka pas punë. Por, edhe pse puna ju mundsofte atij, që ai të kese një rokë shumë mirë, po bile do të kese edhe hedije për atyne, dhurata, ama nuk e ka pranu. Edhe u thot, mu do më falni, unë se ne pranoj një gjë të tillë. E po atëherë thot ti duhet ta lësh punën, edhe ki e le punën.
u rando puna shumë më tepër. Ke atëherë më thonë ngarkesa më të mëdha kishte, nga se nuk kish mundësia dhe familjen i darë të më. Ju shpesh e keni dëgju, për shembull, kur dikujt i thuhet mo ha haram, mo puno me haram, a thot po i hishi fëmijëve? Me çka të hishi fëmijët? Me çka të i bëj i darë fëmijët? Allahu të Gjeleshanuhu në Kur'an, në ajetin që e lexova, si thonte, innehu men yattaqi wa yasbir, fa inna Allahe la yudi'u ajra al-muhsinin. Ai që i ruhet gjunaheve, u ruhet gjunaheve, dhe bën durim, normal, kur i ruhesh gjunahit, do të thotë ti sprovohesh, a dhe durësh, Allahu Gjeleshanuhu nuk e haran, nuk e humb ata të cilët janë njerëz të mirë që veprojnë mirë. A dhe çka ndodhi, thot, ki djali i këtij më i madhi ka studiu mjekësinë, edhe nuk kalon, do më thënë, një kohë, edhe e përfundon. Ama kisë provohet normal. Allahu Gjeleshanuhu këtij djalit i jep sukses të madh. Edhe djali, kur e kryen mjekësinë, i thot baba, duhet ta çelim një ambulant, edhe të punojmë aty. Thoto, me babo, ku të marë parë une? Nuk ka. Edhe këto detirohen që uatë marën për dikujt. Edhe e qelën ambulantën paramendonin në Bafqe. Të shpejate, ka pas një shpej, edhe para, të shpejate, në Bafqe. Edhe ju e dini, për me punu si duhet, pa qëtër duhet kjesh emën. Ki as emën as kur gja. Por, inna Allahe la yudi'u ajra al-muhsinin. Allahu Gjeleshanuhu nuk i humb shpërblimin e ative që punojnë mirë, që i frigohen Allahu Gjeleshanuhu. Thot, aq i dha rësk Allahu Gjeleshanuhu këtej, që njerëzit nuk u ndalshin. Edhe ditën, po u detirua dhe natën vonë punoje. Ki hata mshele, njerëzit vejnë, pacientët vejnë. A për më bojnë i njohër që të vejnë, do më dhënë normal, i dini ju se ka qëra kushte. Edhe kushte do i kishtë tamam kisi duhet. Ama, dikush e ka paguajt faktura. Baba, sprovën e ka kalu. Edhe pas një kohë ki, edhe më shumë ju shto puna, u detirot kërkoj edhe një mjek tjetër, dihëmës. Edhe normal në më thonë pastaj, thot, gjalli këti, ki hoxha të regon, erë të unë. Edhe më thot, elhamdulillah, Allahu Gjeleshanuhu, në ka dhonë bereqet. Hoxha i thot, o birë, ti nuk e di, unë e di. Baba jot ka ba durim madh, ka ba për hirë të Allahu Gjeleshanuhu diçka që të tjera nuk e bëjnë. Pra ndaj Allahu Gjeleshanuhu ta ka qelë bereqetin. Qerameti i babas tënd është që të ashtutej. Se te e di shumë mirë, se as i njohër nuk e qenë, as kushtët nuk i kjenë Bafqe punan atë, paramendohet. Ama Allahu Gjeleshanuhu nuk e le robën e ti pa e shpërbly Allahu Gjeleshanuhu. Nuk e le. Por në herë normal do të sprovohesh. Këtë në i tregon edhe një hadithi për Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
se muslimani nëse e le për hir të Allahut xhaleshanu diçka, edhe pse ka fitim të madh, ama është hidhrimi i Allahut atij, Allahu xhaleshanu do t'ja shumë fishoj atij. Ja thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tad'a shay'an lillahi illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka min. Nëse ti diçka e lë për hir të Allahut xhaleshanu, edhe pse fitimi i madh është atij, që ne e dim, shpesh pyeten për shembull për raste të tilla. Çka të bëj? Thot unë kom i darën, kom ketë, kem qatë, ama u kitë me haram. Nëse e le thot për hir të Allahut xhaleshanu, më mendo se do humbish, përkundrazi, Allahu xhaleshanu do ta zaventësoj atë me diçka më të mirë. Ama ta lësh për hir të Allahu xhaleshanu. Pastaj edhe këtë duhet ta kina parasysh se kur për hir të Allahu xhaleshanu e le diçka, Allahu xhaleshanu ta mundson në forma të ndryshme, ja kina për shembull në surën Jusuf, po ashtu, ku ju e dini vëllezërit e Jusufit alayhis salam e udhën Hazreti Jusufin në punar. Edhe thanë u zhdukaj, ma rejmë rahat, këtë pasurin që e ka baba jon, do të shfrytëzojmë ne. Apo edhe këti vllau tjetër, Benjaminit, edhe këti duhet që bëjmë diçka, dhe më thënë të një kurth. E vinë puna që Hazreti Jusufi bëhet udhëheci më i madh në Egjipt. Bëhet ministri i ekonomisë, për shembull. Edhe këtë ekonominë e Egjiptit e ka pas në dorë. Allahu xhaleshanu liçe ka bërë. Nëse dikujt i bën keq, pse është i dobët, ta di se Allahu xhaleshanu ma keq ta do ta bëje. Do ta nxjerrje këtë Allahu xhaleshanu çish ndonjë. Çka ndodhi? Këto ranë në fukarallëk të madh, vëllezërit e Jusufit alayhis salam. Edhe shkon, morën diçka, dhe më thonë, për tregti që kishin, ama ajo s'bën të pare, nuk e blen të askush. Edhe shkon në Egjipt edhe i thanë, o Aziz, Hazreti Jusufi para me do tash është ministër. Qajnë që ato e futën puna. Edhe këto tash po i drejtohen, o ti, ne thët, kina ranë skamjat madhe, wa gjina bi bidaatin muzgja, dhe keme marrë me vete një plaçk që nuk bën para. Askush nuk ka interes të blije këtë. E u filen e lkej, bleje ti dhe ne ish për ble, apo ne i paguj me të madhe. Allahu xhaleshanu nuk i le vetëm me kaq. Thot, wa tasaddaq alejna, po bile ne nejna fukara të varfër, shefrejnë si indra situatat Allahu. Në jep sadaka, në mosh, edhe pak ma tepër, në jep, por bile edhe në mosh në jep. Inna Allah jerzil mutasaddiqin. Nisoj janë basi kur ato rrugëve që kur lipin edhe jepëm diçka, Allahu xhaleshanu dhe të qapet e i. Për me do, në më thonë, ato, vllazët e ati kanë qenë, në më thonë, me prestigj për para. E Allahu xhaleshanu e sillin që ata të ulen para Jusufit alayhis salam, por Hazreti Jusufi nuk mund të më shumë të duroj dhe e shfaqi vetën, tha, ene Jusuf, unë jam Jusufi.
Kur u tha këtë gjë, ata do më thonë normal e din se çka mund ndodhe. Kërku më falje për Hazreti Jusufit, normal Hazreti Jusufi u afali, edhe pastaj edhe i shpërblej Hazreti Jusufi. Do më thonë normal, do më thonë kjo, e më mësim se Allahu Zëleshanuhu ati që bën keq do të gjaktheje. Po, ti përsëri nuk duhet bosh për atyre që kur ta kish në dorë dika, që kthesh me të keq. Edhe ti thush, pa e ti që më volet e, a e dini ju që volet me mu, si më lapë bunara që, gjiku më hekune, jo. Po qka, do të alosh atë Allahu Zëleshanuhu, edhe do të shpërblejsh. Nëse ki mundësi, apo të kara ndorë, për shemë. Pra kjo ishte shkurtimisht, ajo se ne, kur sprovohana me diqka, me ndë një pasuri, apo me ndë një post, apo prestigj, dhe ajo është në dëm të muslimanve, është e sprovë për ty, atëherë ti mos e pranon një gjotë të tillë. Edhe pse ka fitimet mëdhaja, sepse Allahu Zëleshanuhu hidhrohet në këtë mënyrë, a nëse ti e kanon këtë sprovë, Allahu Zëleshanuhu nuk të haron asnjëherë. Ala in ahsana kalamu wa ablagha an-nizam kalamu Allahi al-Malik al-Aziz al-Mannan.